mirë që e ku marrë epitetin një propozisi Një situatë e tillë po vjen për shkak të atyre që nuk po votojnë për. Kandidaturën e një anshme është qëndruar tani në një cirk. Se dhe mjavuanin e presidentit Trump. Institucionet janë të popullit. Konstatoj se në sallën e pranishëm 109 deputet vazhdojnë me punimin e stancës konstitutive e legislaturës nëntë të Kuvendit të Republikës Kosovës, ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vendosje, zotin Gjallo Kornjuca. Po vjen mirë që e ku marrë epitetin një propozisi Neve sot na mungon një deputet në Zërtroki, po nëse si opozit mundi me e gjazë unia për e mizitesi për pas të shtopi kështë për e ndu shok. Opozimi në është të kullin e azilu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Kundër dhe 3 abstenime. Në bazë të kësaj, detyrohemi ta të presim seancën, shihemi të njëjtën në një majtë në orën 10. Në anët të Lidhjes Demokratike të Kosovës shpreh keqardhje qytetarëve të Republikës së Kosovës që kuvendi me insistimin për kandidaturën e një anshme është qëndruar tani në një cirk. Ne njohim të drejten e të parit për të propozuar, mirë po kjo nuk do të thotë që ne e bartim votën tonë tek një subjekt tjetër duke votuar sipas kërkesave të tyre. Pengmarrja e institucioneve nga ana e lëvizjes vetëvendosje është duke u kushtuar qytetarëve të Republikës së Kosovës, ata po përballen me probleme të ndryshme dhe askush ato nuk po i adreson. Andaj përgjegjësia duhet të kërkohet pikërisht prej tyre. Unë dëshiroj të them 3 mesazhe sot nga ulli i Kuvendit të Kosovës. E para, demokracia funksionon me shumicë, jo me imponim. E dyta, institucionet janë të popullit, nuk janë të asnjë partije politike të veçantë. Dhe e treta, duhet ta kuptojnë gjithë që koha e sundimit një partijak dhe hegemonizmit ka përfunduar. Sa më parë që ti kupton lëvizja vetëvendosje, këto 3 çështje, aq më mirë për vendin, sepse vërtet është e tepër që të sillemi këtu çdo 2 ditë, duke pritur që të thirrin arsyes edhe të propozojnë një kandidat apo një kandidate që merr shumicën e deputetëve të Kosovës. Një situatë e tillë po vjen për shkak të atyre që nuk po votojnë për, në të njëjtën kohë të njëjtit pra ankohen që ka bllokim të situatës, bllokim të kuvendit, siç e kemi thënë edhe më parë, bllokad do të ishte po që se ne do të vepranim siç kanë vepruar ata të kaluarën, pra të mos propozojmë fare kandidat në seancë dhe pastaj kjo të zvarritet derisa ne të arrimim marrëveshje politike në situata të tjera për formimin e qeverisë siç ka ndodhur me ata. Pra kur kryetari i kuvendit, posti kryetarit të kuvendit ka qenë pjesë e diskutimeve politike në formimin e qeverisë. Ndërka në rastin ton, propozimi i kandidatës për kryetar të kuvendit është bërë në kuadër të konstituimit të kuvendit në mënyrë që t'i hapet rrugë qeverisë. Pra formimi i qeverisë vjen tek më pastaj që mandatari i përcaktuar, pra në këtë rast Zotri Kurti, do t'i ketë 15 ditë për formimin e qeverisë. Ajo çfarë po kërkon opozita me këtë insistimin që ne duhet t'i sigurojmë vetë votat, pra si parti fituese, e jo kjo të jetë obligim i gjithë deputetëve të kuvendit, kjo na rezulton në situatën ku ata parimisht pra po kërkojnë që ne pastaj të mos u votojmë kandidatët e tyre për nënkryetar. Do të thonë rezultati do të jetë ky, që momentin që ne krijojmë votat për të votuar kandidatin për kryetar, rezulton që për nënkryetarët e tyre pastaj s'do të kemi votat, sepse edhe ne do të kemi kërkesa dhe pakënaqësi në lidhje me emrat e përveçëm të kandidatëve. Rezultati tjetër, pra skenari i fundit është
zgjedhjet e reja, një proces rilegjitimimi për cilin, siç e kemi thënë më herët, ne nuk jemi të interesuar. Por nëse duhet patjetër të shkojmë aty dhe nëse ai mbetet opsioni i fundit, ne jemi të gatshëm, por nuk jemi të interesuar të shkojmë aty. Ne insistojmë, vazhdojmë të insistojmë që ti ipet një zgjidhje kësaj blokade që po shkaktohet nga partitë opozitare, të votohet kryetari i kuvendit, kryetaria e kuvendit në këtë rast, dhe pastaj të vazhdojmë tutje me nënkryetarët në mënyrë që të konstituohet kuvendi. I kanë mësu këta lider tonë politik, vishë nuk kanë zumë i ka për krahi, me thonë që shte duhet në bo. Na jemi shqetësuar për këtë situatë edhe normalisht që bisedojmë me grupin, edhe e kemi propozim si grup parlamentar, mendojmë edhe kërkojmë nga kryetari i Prishtinës, Pepari Mama, që me zgjedh një shesh ndërsheshet kryesore të Prishtinës edhe me lavu emrin e presidentit Trump. Mirë që të angazhohem edhe të mos në harrojmë mis, sepse na kanë harruar për merret kush me neve. Dhe si duket na nuk jemi të zot për me zgjedh asnjë situatë politike në Kosovë.